po i bën në këtë drejtim. Dhe kur jemi tek zotri Abdigjiku dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, ka pasur një zhvillim ditën e sotme ku është publikuar nga kolegët e Mediumit Reporteri një bisedë brenda grupit në Viber të antarëve të LDK-s mes, siç po shohim pra edhe këtu, mes zotrit Kujtim Shala dhe Arben Gashit, ku akuzohet pra për vjedhje të votave, është fjala për votat e diasporës, pra një bisedë mes Kujtim Shalës dhe Arben Gashit brenda grupit të aktorëve të LDK-s, ku akuza pra për vjedhje të votave të diasporës. Si e gjen ky zhvillim Lidhjen Demokratike? Arben Gashi madje shkon deri në nivel sa e quajnë skemë e organizuar kriminale. Zotri Nimani fillimisht dhe pastaj profesor. Është vërtet kum pasur, ka dhe tjera, përveç të Viberit, ka dhe të WhatsAppit, ka dhe të tjera, që unë nuk të kisha dashur që të shohim në komunikimin dhe problemet e brendshme të Lidhjes Demokratike të Kosovës, është jo korrekte për shkak se ne kemi konkuruar ndaras me ta dhe nuk është shumë korrekte që të hyjmë në aspektin politik. Jo, pikërisht ato desha më thonë. Por nëse edhe në këtë studion e juve kemi qenë bashkë edhe me profesorë të tjerë ku kemi ngritur shqetësimet për shkak se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka konstatuar 868 raste të votimeve të dyfishta, madje ka më tepër se 10 herë, dhe kemi bërë thirrje prokurorisë shtetit që të hetuar rastet. Në rastet konkrete të problemeve që është ngrit nga mbrana klasës politike, grupit të deputetëve, më sigurisht do të jetë grupi i kretë deputetëve, sigurisht se secili ka pas grupet e veta të komunikimit më të lirshëm. Këto është shqetësime që mendoj që deri diku janë reale, por që nuk është korrekte që të trajtohet për shkak se është një problem i brendshëm në që është në zhvillim e sipër dhe si pasojë e saj kjo mund të shkaktoj probleme më të mëdha dhe të reflektoj edhe të pjesa parë bisedës së patëm në raport me qeverinë. Profesor, sepse ka pas deputet, kërkoj ndjes, ka pas deputet që janë deklaruar publikisht që nuk kemi vijat kuqe me lëvizjen e LDK-s. Prandaj Cilët, më fal. Ka pas deputet të LDK-s që kanë deklaruar që nuk kemi vijat kuqe me lëvizjen e LDK-s. Kush ka thonë që sikum dëgjuar? Anton Çuni për shembull. Antoni. Shumë respekt për të, ka pas deklarat. Që mund shkrejtëri këtu? Po. Profesor, skem e organizuar kriminale, quan zotri Arben Gashi, vjedhje të votave të diasporës, çka thot kjo për demokracinë brenda LDK-s, nuk është rasti i parë i akuzave? Kjo është betejë për leadership brenda LDK-s. Thjesht tani që kur ka shku Rugova, gjithmonë ka pas betejë për leadership në brenda LDK-s. Edhe është e natyrshme, Lumiri ka tentuar që me forcu përmes këtyre zgjedhjeve me forcu rolin e vet si lider i LDK-s, i ka injoruar disa figura politike të LDK-s duke i spostuar ato në listën më poshtë në renditje, po. Që janë djerë të ofenduar. Disa, për shembull, e kanë treguar që përkundër këtij renditje. Si zotri Oti, për shembull. Po, që është renditur shumë poshtë, ka shkuar më lart ose për shembull zonja Hikmet e tjerë. Këto, por kjo është e natyrshme, domethënë brenda çdo subjekti politik ku lideri nuk është edhe themeluesi i saj, ka probleme të tilla. Por në Aleancë natyrisht nuk mundet me pas probleme të tilla, se aty është Ramushi edhe kërkush s'ka tillë që e pretendojnë në vendin e Ramushit, ose edhe në vetëvendosje Albini, kërkush tjetër nuk pretendon me pas. Por çfarë thot kjo për Lidhjen Demokratike, zotri Ismahiu, për shkak se pati edhe ato akuzat me herët me zotri Xhafer Tahiri dhe zonjës Mustafa? Kjo, domethënë, paraqet një problem brenda LDK-s, por nuk mendoj që kjo e dobëson LDK-n. Nuk do të ndikoj në proces të qeverisë? Jo, por derisa nuk ka në horizont... Ka kalu probleme shumë më të mëdha, është pjekur politikisht. Në ndarje të partisë, për shembull, nëse do ndahet grupi deputetëve ose nëse nuk kalon në atë fazë, nuk ka të lasha. Nëse, për shembull, grupi parlamentar i LDK-s ndahet në 2 grupe, atëherë tek mundem me fol për një krizë në LDK, edhe kjo sigurisht që nuk i
kontribuan të ardhmës së LDK-s. Pikërisht pra kjo, nëse ka paknaci brenda grupit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, sa do pësën kjo në negociata Lidhjen Demokratike të Kosovës në raport me koalicionet e mundshme me opozitën? Unë mendoj nga vetë fakti që zoti Abdezhiku shkak se nuk e ka përkrahjen. Nga vetë fakti që qëndrimit e tij që i paraqet në publik dhe nëse merr lexon edhe deklaratën e fundit ishte aq gatë dhe pa thonë diçka në ta. Pikërisht po. Ti jam e kuptuar se ka diçka aty, po që unë mendoj se në aspektin politik mund ta trajtojmë. Por unë mendoj që LDK-ja ka kalu këtë kohën, ka pas probleme shumë të mëdha politike dhe i ka tejkalu panaj, edhe kjo tejkalohet, por që janë njerëz të frustruar brenda ka pas me siguri tendenca të caktuara, nuk ka dalë mirë rezultatet në zgjedhje etj. Kështu që unë mendoj se më tepër është problematike në rast se kjo reflekton, që e thatë edhe nëse kjo reflekton tash në proces tjetër të mëvonshëm të grupi parlamentar ose të pikërisht nëse nuk e ka përkrahjen e gjithë grupit për negociata dhe madje po i kërkohet edhe dorëheqja nga njerëz që nuk kanë pasur rezultate edhe shumë të mira në 2021-ën. Nëse eventualisht kërkohet një dorëheqje e zotit Abdezhiku, si ndikon kjo në procesin e LDK-s për koalicione? Rritja e pritshmërisë që vetë zoti Abdezhiku e beri për rezultatin zgjedhor, mendoj se tash është duke kthyer një bumerang, një fushat model, milionshë në kuptimin financiar, por se një fushat model kuptimin elektoral që ka pas LDK-ja, ka pas rritje tash të mëdha, saqë cili do rezultat ju kushtok i papërshtatshëm. Në këtë rast, rezultatin që kanë nxjerr nuk është shumë i papërshtatshëm. Po megjithatë nuk ka pas kapacitet dhe mundësi të rritjes harmoni me pritjet. Me pritjet. A dëmtohet zotri Abdezhiku nga gjitha këto zhvillime që po ndodhin brenda LDK-s, përfshirë edhe kërkesën për tjetër, varet deri në çfarë shkollë të shkojnë edhe deri ku do t'i menaxhoj. Domethënë sepse shiko, çdo lider partie ai konkuron për më bë kryeministër. E nëse ai s'është në gjendje me menaxhu problemet brenda partisë vetë, që shko me menaxhu problemet brenda vendit. Edhe tash këtu tregohen shkatësitë e tij si lider, sa ka me mujtë me menaxhu këto edhe me harmonizu këto interesa brenda LDK-s, apo ka me shpërthy, domethënë në këtë shpërthim do të ishte nëse i ndohet një grup parlamentar LDK-s, atëherë do të ishte edhe për fatale, edhe për të ardhmen e Abdezhikut edhe të LDK-s përgjithsisht. Po nëse